Siguria vetë sa vjen e shtohet, e kjo po bëhet për një shkas. Me shtimin e trupave në Grenland, Danimarka po I dërgon një paralajmërim Shteteve të Bashkuara të Amerikës se është sipas tyre zoti I shtëpisë në këtë territor. E rritjen e pranisë ushtarake në ishull e përkrahën edhe partnerët evropian, përfshirë Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Norvegjinë dhe Francën. E lideri kësaj të fundit tha se do ta përkrajnë Danimarkën për këtë qëllim me kapacitete toksore, ajrore dhe detare, pasi siç tha ai është tokë evropiane. Madje të njëjtat I nisi qysh mëzditën e së njëjtës. Franca dhe evropianët duhet të vazhdojnë të jenë të pranishëm kudo ku interesat e tyre kërcënohen, pa përshkallëzim, por pa kompromis në respektimin e sovranitetit territorial. I referohesha Ukrainës. Në Grenland, një territor autonom I Mbretërisë së Danimarkës, evropianët kanë një përgjegjësi të veçantë sepse ky territor I përket Bashkimit Evropian dhe është gjithashtu ai I një prej aleatëve tanë në NATO. Macron thot se sidomos në këtë periudhë tejet kritike për të gjithë globin, shtetet evropiane duhet të qëndrojnë si asnjëherë më parë të unifikuara. Le të shohim botën në cilën jetojmë. Rikthimi I fuqive destabilizuese, Rusia në tokën evropiane, destabilizimin nga disa fuqi rajonale. Mund ta përmend Iranin dhe shumë të tjerë. Dhe pastaj një diskurs që ndonjëherë mbjell dyshime, madje edhe mes aleatëve nga disa. Por në çdo rast, një kolonializëm I ri që po vihet në lëvizje nga disa të pakt. E gjatë paraqitjes së presidentit francez, vëmendjen e tërhoqi edhe një problem që ky e pati me sy, e për të cilin e dha shpjegimin me shaka. Ju lutem, më falni për pamjen jo estetike të syrit tim. Është diçka krejtësisht e parandësishme. Lëvizjet e trupave kishin për qëllim të tregonin unitetin mes evropianëve dhe t'i dërgonin një sinjal presidentit Donald Trump se një marrje nën kontroll nga SBA-ja e Grenlandës nuk është e nevojshme, pasi NATO-ja së bashku mund të garantojë sigurinë e rajonit të Arktikut në një kohë kur po rritet interesi rus dhe ai kinez.